Well, this view is a slap on the face. I feel terribly old. Gjithë kjo rini është si një shpull fytyrës, më duket vetja tmerrsisht i vjetër. E nderuar rektore, shumë e dashur Federica, të dashur student. Ndihem vërtet thellësisht të nderuar që shndroj këtu në këtë hapësirë të jashtëzakonshme, ku shpirti i Robert Schumannit, Jean Monnet, Altiero Spinelit e i shumë të tjerëve vazhdon të kumbojë ende. Po më lejoni t'ju rrëfej diçka. Pata ngurim të vi. Sepse të qëndrosh këtu në Bruges është shumë e vështirë se sa të qëndrosh në Bruksel. Sepse do të thotë të qëndrosh përballë historisë, përballë legjendave, përballë shpirtrave që i përshpërisin çdo frymë në çdo korridor. Dhe nuk është e lehtë të mbijetosh përballjes me të tillë shpirtra, të cilët ta themi të vërtetën siç është, janë të gjithë folës shumë më të mirë se sa ne të tjerët që jemi gjallë. Po në fund jam këtu. Pse erdha? Sepse ky kolegj nuk është vetëm një tempull dije, është një laboratori vetë Europës. Dhe i thash vetes, Brugji nuk është Brukseli. Mos shko në Brugj të përsërisësh klishet, të raportosh për piketat, për standardet e ndërmjetshme, e gjithçka që ka të bëjë me këtë rrugtim neurotik. Shko në Brugj, tu flasësh lirisht disa mendjeve ende të lira. Kështu që le ta bëjmë. Në shënimet e tij për mua, ambasadori ynë në BE me shije franceze, rreptësi gjermane, Ferit Hoxha, që është këtu në radhë të parë, më shkroi: "Ky qytet, Brugji, ka qenë gjithmonë më shumë se sa tulla e kanale. Për shekuj të tërë, ka qenë udhkryqi i tregtisë, kulturës e ideve, dikur i quajtur Venecia e Veriut. Sot, palë kolegjit, është edhe zemra intelektuale që rreh Europës. Dhe mund ta dalloj, e ndjen menjëherë sa po hyn në këtë derë. Breza udhëheqësish, diplomatësh, mendimtarësh kanë ecur këtyre korridoreve. Dhe Federica po më tregonte portretet që shihni çdo ditë ndërsa kaloni syresh. Disa prej jush me shpresë një ditë do të bëhen komisioner të BE-sa, ministra, ndoshta kryeministra, madje edhe president të vendeve të BE-s ose edhe të vetë Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta portretet tuaja do të jenë në ato korridore. Shpresoj që përpara çdo dijeje të mëtejshme të çoni përpara frymën europiane që Jean Monnet ngërtheu në një resht. Nuk po krijojmë koalicion shtetesh, po bashkojmë njerëzit. Është e vështirë për mua ta shpjegoj se sa e lehtë është kjo frymë të minohet, madje edhe të varroset, sidomos në momente krizash, ku duket kaq fort e lehtë të numërosh kufit që ndajnë njerëzit më shumë se të ndërtosh urat që i lidhin ata. Të dashur miqtë e mi të rinj, vetëm dje, në një bisedë në WhatsApp me mikun tim të dashur, kryetarin e Bashkisë Legjendare të Athinës dhe ish komisionerin e BE-s Dimitris Avramopoulos, ai më shkroi: "Ç'kohra po jetojmë, i dashur Edi, e sa më shumë do të dëshmojmë përpara se kjo epokë të mbyllet. Historia na kujton se kalimi në një epokë të re do të jetë i dëmshëm. Ai ka të drejtë. I përkasim një brezi që e nisi jetën nën lunatizmin e pushtetit, diktatura maskuara si rend, frikë maskuar si normalitet, e izolim maskuar si sovranitet.
Kjo eksperiencë gdhendi si tatuazh në kujtesën tonë sa e brisht është liria, dhe këtë e ndjejmë ditët e sotme. Unë linda u rrita dhe jetova gjysmën e jetës sime në Shqipërinë e luftës së ftohtë, izoluar nga lindja e perëndimit. Një Kore veriu e Europës, fjalë për fjalë. Për mua Europa nuk ishte realitet, ishte një mit. Përfytyroni qiellin e pamarrë, të errët, dhe krejt befas, të kap syri një yll të zbehtë, një kanal të ndaluar italian, një transmetim jugoslav, një sinjal të paqëndrueshëm të radios Europa e Lirë apo e zërit të Amerikës. Europa ishte një yjsi që e shihnim përmes ekranit të mjekut, një ëndër në bardhëzi që regëtinte në një ekran televizioni më pas shtukej sërish e sërish, pafundësisht. Pastaj erdhi 1989, por Shqipëria nuk ju bashkua festës. Muri Berlinit ra, por muri ynë mbeti i paprekur. Ishim njësoj të izoluar si nga perëndimi kapitalist, ashtu edhe nga lindja që po shëndej. Dhe ata tanët gjithmonë në thonin, ne nuk jemi si ata, ne jemi ndryshe, ne jemi real, jemi të vërtetët, ata janë falso, të degeneruar. Ndërsa të tjerët çelën kufit, ne mbetëm të kyçur në bunkerin tonë. Një bunker që kishim ngritur vetë, e mjaft krenar, kështu na thuhej. Dhe vetëm në verën e vitit 1990, kur mijëra njerëz të dëshpëruar të përthyen muret e ambasadave në Tiranë, u shfaqën çarjet e para. Dhe krejt befas, Europa nuk ishte më një yll që regëtinte në një ekran televizori përmes kanaleve të ndaluara. Ishte aty, e arritshme. Tranzicioni që erdhi ishte i rrëmujshëm, i dhimbshëm, shpesh kaotik e madje dhe tragjik. Skema piramidale që ranë mijëra të vdekur në kryengritje për kursime që kishin shkuar dëm. Një diktaturë mund të shembet edhe brenda javësh, po demokracia, institucionet, shteti i së drejtës, kërkojnë dekada. Nuk du të harroj kur një episod me Jusuf Vrionin, një aristokrat shqiptar, një prej mendjeve më të kulturuara që kam takuar në jetën time, një përkthyes kozmopolit Ismail Kadares në Francë, që kaloi vite të tëra në burg nën komunizëm. Ai ishte një mik i mirë, e ishte privilegj ta njihje. Në vitin që pasoi fundin e komunizmit, i thash, në një prej bisedave tona, Jusuf, pse nuk dukesh i lumtur që demokracia ka ardhur në Shqipëri, dhe ai më pa dhe nënqeshi. Jo, demokracia ende nuk ka ardhur në Shqipëri. Liria po, thash. Dhe jam i lumtur sigurisht që e jetoj në këtë moshë time të thyer e mos fundit kem të drejtën të votoj, ndërkohë që shumë nga shokët e mi vdiqën, disa në burg, disa të poshtëruar pa e parë një gjë të tillë. Unë jam fatlum, tha ai, po demokracia është më shumë se sa liria, është shteti i drejtës. Kështu që shpresoj, shtoj ai, që kur të vish në moshën time, do të kesh fatin të shohësh demokracinë të funksionojë. Më shkon shpesh mendja te Jusufi. Kishte të drejtë. Dhe fal Zotit, ekziston BE-ja. Pa BE-n, mund t'ishim ende duke pritur për qindra vite për të ndërtuar institucione, shtetin e së drejtës dhe për ta bërë demokracinë të funksionojë. Ky është një bekim që ne në Shqipëri dhe në rajone kemi. Të tjerë si në Irak, Afganistan apo Gjetk, ku ne shkuam të përhapim fjalën e mbrosur të demokracisë, nuk e kishin.
sepse BE-ja nuk është vetëm një bashkim ekonomish, është makineria më e sofistikuar e transferimit të dijeve për ndërtimin e institucioneve demokratike që ka krijuar ndonjëherë njeriu. Ja pse, me çdo kusht, duhet qëndruar me BE-n përmes dëshpërimeve, vonesave, buzëqeshjeve të ngrira, e mbledhjeve të ftohta akull e ndonjëherë edhe poshtëruese, ne nuk hoqëm dorë derisa u bën më të ngrohta, më të parashikueshme pas një vonesë. Dhe është e trisht të mendosh pse. Fal Vladimir Vladimirovich Putinit. Come to normal in that front and the cold hits again in our front, we will keep going. Nëse gjërat kthehen në normalitet në frontin e tyre dhe do të bëhen të ftohta në frontin ton, ne do të vazhdojmë sepse alternativa nuk është një union tjetër, është asnjë bashkim, është asnjë rrugdalje. Dhe historia na ka mësuar që jashtë Europës kombet e vogla shndrohen në prek. Po e di, to nuk janë ditët më të mira për Europën demokratike e për vetë BE-n. Lufta është kthyer në agresionin mizor të Rusisë në Ukrainë. Konkurenca globale po minon udhëheqjen ekonomike teknologjike të Europës, ndryshimi i klimës nuk është më një profeci, por tashmë zjarr që po djeg pyet Europës dhe po përmit rrugët e Europës. Polarizimi e keqinformimi gryen vetë oksigjenin e demokracisë, që është besimi. Rendi i pasuar në rregulla për qeshet hapur në çdo cep. E rendi shumë palë është dikur premtim i shenjtë i bashkë ekzistencës, sot në frym përmes një respiratori. Kjo është bota në cilën jetojmë. E në këtë botë, të rishduar kryq nuk është alternativë. Bashkimi nuk është luks, është mbijetesë. Siç thoshte Václav Havel. Shpëtimi i kësaj bote njerëzore zgjendet askund përveç se në zemrën njerëzore. Dhe kështu është edhe për Europën, shpëtimi i saj gjendet në zemrën e saj. Dhe zemra e saj mund të rrahet vetëm përmes bashkimit. Dhe këtu më lejoni të bëj pak provokuesin. Rusia shkon në luftë për të marrë Ukrainën. Ukraina kërkon të merret vetëm nga Europa dhe Europa thot, nuk jeni gati për ne. Sa absurde është kjo. E le të marrim sigurinë. Një Europë e paplot ndjell rreziqe. Le të marrim prosperitetin, zgjerimi shton tregjet, fuqizon zinxhirët e furnizimit, nxit inovacionin. E kundërta bën krejtësisht të kundërta. Vlerat tregon se Europa është një grup parimesh, shteti së drejtës, demokracia, të drejtat e njeriut, jo vetëm Jacques Delors, i cili është i lidhur mjaft ngushtë me të gjithë ju përmes këtij kolegji, thoshte Europa është rrëfenj vullneti, jo pashmangshmërie. E na duhet ky vullnet për të bashkuar Europën. Dhe nuk e kuptoj në fakt. Vërtet, fjalën zgjerim kur bëhet fjalë për Shqipërinë apo Ballkanin Perëndimor, sepse kur një organizëm, një objekt a shtëpi zgjerohet, do të thotë që zgjeron perimetrin e vet. Ndërkohë që ne nuk jemi jashtë perimetrit e Europës sot, jemi brenda saj. Pra më shumë se zgjerim është ribashkim. Është një integrim i plot i organizmit të saj. Dhe mos harroni që Bashkimi Evropian është realiteti i parë në historinë e hartave e të gjeopolitikës, me dy kufi, një kufi të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda këtij kufirit të brendshëm jemi ne, Ballkani.
si një fetus në mitrën e një gruaje shtatzane. Mendoj kështu që më së fundi jemi në rrugë të mbarë. Dhe jam i sigurt që tani Federica është më e lehtësuar, sepse la Brukselin me një premtim të brendshëm për të mos u kthyer kurrë dhe erdhi në Brush për të gjetur streh në sytë e zemrat e një brezi të ri. Por jam i sigurt që kur nisi punën dhe pa studentët e parë që takoi, ndjeu keqardhje për ta, duke menduar o Zot, ju nuk dini asgjë se çështjeta atje jashtë për këdo që ëndërron të bëj diçka në Bruksel. Por gjërat kanë ndryshuar, por Europa, Bashkimi Evropian, janë dy fjalë të lidhura me një, që është paqja. Dhe paqja ka qenë arsyeja e lindjes së tij, paqja ka qenë arsyeja e ekzistencës së tij, e paqja duhet të jetë arsyeja e së ardhmes së tij. Si mund ta lëm këtë krijesë të mahnitshme, ndërtuar si një projekt paqeje, të kthehet në një makineri lufte? Një plan paqeje europian mungon, dukshëm, dhe është krejt dëshpëruese të shohësh 27, më shumë se 27 përfshine, që presin nga diku jashtë perimetrit të jetës sonë, dikë që ta gjejë ndonjë zgjidhje. Europa ka nevojë për një plan. Duhet të ofroj garanci sigurie për Ukrainën, të projektoj një rrugë të qartë për ribashkimin e plotë të Europës, e po kështu të mbaj derën hapur për një përfshirje më tej të Rusisë në një vizion të gjerë për stabilitet, ndërsa forcon ndikimin global të Europës, duke u pozicionuar si një forcë qendrore për diplomacinë, bashkëpunimin e ndërtimin e paqes në skenën botërore. Tani më lini t'ju afroj më pranë shtëpisë. 30 vjet më parë, Shqipëria ishte papatingoja e harruar e kontinentit, kyçur e izoluar, e shpërfillur. Sot Shqipëria është këtu. E ka ardhur pasi ka çelur edhe 4 kapituj të tjerë për 11 muaj. Kemi çelur praktikisht 28 të tillë dhe kanë mbetur edhe 5 të tjerë për t'u hapur me shpresë brenda këtij viti, që është një rekord. Kur vjen fjala për ritmin e integrimit të vendeve. Është një shpejtësi që befason edhe priftërinjtë e arqipeshkët e Brukselit. Dhe më besoni që të befasosh priftërinjtë në Bruksel është edhe më vështirë se të befasosh Perëndin. Kështu që ne kemi rindërtuar gjyqësorin ton përmes një procesi rivlerësimi tejet rrënjësor, diçka që nuk është provuar kurrë më parë në Europë. Kemi harmonizuar ekonominë tonë me tregun e përbashkët, kemi përqafuar agjendën e qepër, kemi modernizuar transportin e infrastrukturën digjitale. Këto ditë të fundit, komisionerja Marta Kos po përmend kudo barometrin e BE-s për nivelin se sa vendet e Ballkanit mbështesin BE-n dhe zgjerimin. Dhe në fakt, për habi të gjithkujt,
që e dëgjojnë, mbështetja e Shqipërisë është 92%. Megjithatë i thash, dëgjoj, kështu ka qenë edhe për perandorinë osmane, 92%, edhe për perandorinë sovjetike, 92%. Ne u jemi besnik perandorive. Dhe ju rim besnik edhe miqësive. Kështu që gjithsecilit prej jush i jap një këshill, siguroni të keni një mik shqiptar. Siguroni. Mund të mos keni kurrë nevojë për të, por një ditë, në një orë ku ju duhet dikush, shqiptari do t'jetë i pari që do të vrapoj drejt jush. Federica e di këtë gjë, prandaj do pasaportën shqiptare. Kështu, në një hakmarrje të ëmbël ndaj së shkuarës sonë, Shqipëria tashmë është një nga vendet më të vizituara në Europë. 12 milion vizitor në vit, në një vend prej 2.5 milionësh, është diçka shumë e madhe. Dhe këta njerëz, më së fundi, po përhapin fjalën që vendi ynë nuk është një vend i zymt, pa diell, e kriminal, shansi më i mirë është të vjedhin dhe më i keqi është të përdunojnë. Shqipëria nuk është asgjë nga këto. Në të kundërt, të gjithë ata që vijnë nga mbar Europa e kuptojnë realisht se Shqipëria është vendi me nivelin më të ullët të vjedhjeve të shtëpive në Europë. Mbretëria e Bashkuar kryeson. Ata thonë se po, sepse shqiptarët kanë ardhur te ne. This is how you become when you leave European Union. Kështu bëhesh kur lë Bashkimin Evropian. You speak a lot of nonsense. Flet shumë gjepura. Take some chamomile before listening to him to not get merr pa kamomil para se sa ta dëgjosh që të mos të nxjerrë depresionin. Kështu që nëse nuk jeni një prej atyre që keni ardhur, ju lutem ejeni. Do të shihni vetë që është një vend të cilin ja vlen ta vizitosh. Një vend ku ende s'kam takuar ndonjë që të ketë ardhur e të mos ketë dashur të kthehet. Madje edhe ambasadorët e vendeve të KE-s që largohen për misione të tjera e kanë ëndër të kthehen. Ky është fakt. Dhe një prej tyre ishte dhe ambasadori danez që bëri kërkesë të vinte në Shqipëri përmes PS, ndërsa ishte emëruar si sekretari i përgjithshëm i ambasadës daneze në Pekin dhe në fakt më erdhi mjaft habi që donte të vinte në Shqipëri e të linte Kinën dhe i shkrova çfarë po ndodh. Ai më tha nuk e kupton. Nëse ke qenë një herë në Shqipëri edhe Kina të duket një shaka. Është e vërtet. I'm just crossing some of the usual. Kaloj disa nga ato gjërat që ambasadori më ka shkruar që tua tregoj ju, po ju nuk keni nevojë për to. Si për shembull Shqipëria është e përkushtuar ndaj procesit. Një gjë është e sigurt që ne vërtet jemi të përkushtuar. Dhe Federica më mësonte se ky ishte një proces bazuar në meritë. E gjithkush e përsërit këtë proces bazuar në meritë. Kurse unë besoj që ky është procesi bazuar në martesë. Ndaj duhet shumë punë për të pasur një kontratë që është shumë e qartë. Dhe është kaq e gjatë si kontratë sa që shikoni Britaninë, në momentin që do të divorcohesh, është një ide kaq e tmerrshme, sepse nuk çlirohesh kurrë nga ajo martesë dhe të shmendesh gjithmonë më shumë. Kështu që
Më mirë, As I said before, and ri I aty repeat, brenda si the lumir truth is dhe shijo that shoqërinë e since mirë. Putin invaded Siç e kam thënë më Ukraine, parë dhe përsëris, process e vërteta became real, është se in the qyshse sense that Putini the EU pushtoi finally Ukrainën, not only procesi u understood bë by real, words, në kuptimin që më së fundi acted by BE-ja jo deeds, vetëm e kuptoi me fjalë, por edhe pushing for e tregoi me vepra, faster duke integration and nxitur për një integrim të realized shpejtë. something fundamental that Dhe we were kuptoi saying all the edhe time. diçka It's not thelbësore që ne e kemi thënë për something herë. that you should do for Nuk us. është diçka që duhet ta It's bëni ju për something ne, that është you should do diçka for itself. që Exactly duhet ta for the bëni same për reason veten. that Pikërisht the për të njëjtat arsye që chunks of societies are saying no. ato segmente të shoqërive kundër For its zgjerimit own po security. thonë jo. And now Sigurim, it's very clear. për sigurinë e vet. Dhe tashmë është shumë e qartë. The war in Ukraine Lufta në Ukrainë shattered illusions. It reminds us i bëri iluzionet of cope something Europe therime. once knew Na very well. kujtoi Peace diçka is që never permanent. dikur Europa e dinte It must shumë be mirë. defended Paqja s'është every kurrë e day përhershme, and duhet mbrojtur për It ditë must be dhe duhet a guiding force të jetë in the daily life Një without busull needing to have a war to realize how precious it is. And e jetës enlargement përditshme, pa pasur nevojë për një luftë që të na tregojë se çmuar është, e zgjerimi, a ribashkimi, siç unë e them, është pjesë e kësaj mbrojtjeje, por nuk është vetëm mbrojtje, është edhe mundësi. Çdo Spain, Portugal, zgjerim Ireland, Central a ka Europe, sjell and every time Spanja, enlargement Portugalia, Irlanda, became a motor of Europa growth. qendrore. Dhe çdo herë Today, zgjerimi with new ka qenë rising një motor powers, China, rritje. India, Brazil, Sot, younger, me hungrier, fuqi të faster, tjera që po Europe shfaqen, is not only Kina, in danger India, of Brazili, shrinking, më të reja, politically, më të uritura, më të but shpejta. it risks Europa jo vetëm rrezikon, falling behind të kurret economically politikisht, and become irrelevant. po rrezikon të mbetet pas To stay relevant, Europe ekonomikisht. must get E të bigger humbas rëndësinë e saj. and more Për të cohesive. ruajtur rëndësinë e saj, Europa and duhet bëhet must më e madhe, think e më in terms of kohezive a market dhe duhet that if you bring together mendoj all në termat e një tregu democratic që bën countries of bashkë Europe, të gjitha which are vendet part demokratike of të the Europës, European Political që janë Council, pjesë e Këshillit Politik Evropian, makes a really very strong force çka for e bën atë growth një and forcë for change. mjaft të madhe zhvillimi So e the lessons ndryshimi. are very clear. The Mësimet point janë is, shumë të qarta. will they be Çështja është, taken seriously? a do të merren And seriozisht? delay is dangerous, very dangerous. I Vonesa saw është e again Mario rrezikshme. Draghi repeating it Shumë e rrezikshme. very loudly. Dëgjova sërish Mario Draghin që Ambiguity e breeds përsëriste këtë frustration, and the me mjaft frustration goes forcë. all over, down to Paqartësia the mbjell average dëshpërinë normal people. dhe dëshpërimi Frustrations breeds shkon nationalism, deri and tek nationalism ai qytetari spread all mesatar i zakonshëm. and Dëshpërimi in the Balkans, mbjell we nacionalizëm, are e in a much nacionalizmi better place. përhapet kudo. But Në Ballkan, now we are very, very ne jemi në një preoccupied pozitë about shumë the të mirë. Balkanization of Europe. Por tashmë jemi shumë të To shqetësuar conclude, për I ballkanizimin e will bring Europës. here another big European, Helmut Për ta Kohl, përmbyllur, who once said Europe will be our do future, të sjell këtu një tjetër europian shumë të madh, Or Helmut it Kohlin, will i cili dikur not tha, be at all. Europa do të jetë That ardhmja remains jonë, true. ose And nuk do të jetë më. Kjo mbetet e For vërtetë. Europe to be Europe, Dhe që Europa të reunification vazhdoj të jetë Europë and enlargement Ribashkimi should be a dhe must. zgjerimi Growth duhet and të jetë peace një should be domosdoshmëri. the wings E rritja e paqja duhet të jenë krahët to never be që closed, kur, but kept Të mos always mbyllemi up më, and up and up. por që të rrimë Otherwise, gjithnjë më lart, në there të will be no kundërt Europe. nuk do të ketë më Europë. And every step forward, Dhe çdo the hap history of EU përpara, process came na thot historia in moments e of danger. BE-s, ka ardhur në momente From the rreziku, coal and steel, to nga Rome, to the single çeliku e market, qymyri, to the euro, nga to Roma, nga tregu i përbashkët, big nga bang euroja, of enlargement. nga Big Bangu So, i Today zgjerimit. our biggest enemy is Sot, fragmentation armiku im më i madh është in a very volatile fragmentarizimi world. në një botë tejet të And lohatshme. our best E përgjigja answer jonë më e is mirë unity është bashkimi, through purpose, solidarity, me qëllim and the staunch solidaritet, conviction that e bindjen e peace patundur is what we are
se paqja është ajo për të cilën duhet të punojmë në këtë kënd të botës, jo lufta. Ndaj le të ndërtojmë një Europë të fortë, siç është në ëndrat tuaja, dhe të patrëmbur nga fati i saj. Lajmi i mirë është që Shqipëria është gati. Europa duhet i përgjigjet thirrjes dhe të gjithë së bashku duhet ta bëjmë që të ngrihet në nivelin e sfidës, pa harruar kurrë për paqe, për begati, për siguri që nën kupton për të ardhmen e saj. Faleminderit shumë.